Pas suksesit në dy ndeshjet e Ligës Unike, Flamurtari në basketbol për femra ka arritur një tjetër sukses, kësajere për kampionat. Ndeshja mes Flamurtarit dhe Studentit e vlefshme për kampionatin kombëtar të basketbolit u luajt në Pallatin e Sportit Flamurtari. Pamjet që po ndishtin në ekran sillin momente nga kjo ndeshje, e cila u vullos me shifrat 62-39 në favor të vajzave vlonjate. Periuda e parë ka përfunduar me rezultatin 17-7, ku vlonjatet e mbyllin me 10 pikë diferencë. Periudën e dytë e barazojnë 13-13 me Studentin. Periuda e tretë fitohet me një pikë më shumë nga Flamurtari, 10-19, dhe periuda e katërt triumfon sërish Flamurtari me rezultatin 22-10. E gjithë ndeshja u mbyll me rezultatin 62-39. Flamurtari në basketbol për femra vazhdon kështu rrugëtimin pozitiv, si në Ligën Unike, ashtu edhe në kampionat, dy kompeticione këto të rëndësishme, të cilat synohen për të marrë trofet nga vajzat vlonjate, që gjatë këtij viti kalendarik kanë pësuar edhe ndryshime në përbërjen e tyre, duke marrë disa lojtare të tjera, të cilat po tregojnë se edhe ato janë cilësore. Edhe pse Studenti ishte një rival modest për Flamurtarin, vajzat vlonjate kanë arritur që të aktivizojnë edhe lojtaret e reja, duke u dhënë minuta në këtë takim.